cilat janë pistat kryesore që po hetojnë autoritetet? E dim këtë gjë? Përplasja dhe larja e hesapeve mes grupeve kriminale. Emiliano Shullazi ka kaq shumë përplasje në Durrës, në Tiranë, në Nikël. Është mjaft e vështirë të gjendet të... Shumë e vështirë dhe unë nuk besoj që është histori e një grupit vetëm. Unë mendoj që janë disa së bashku kundër Emiliano Shullazit. Fillon që nga gjobat, fillon që nga pastrimi parave, që nga çështja e drogës, që nga larjet e hesapeve, vrasjet e tjera me radhë. Pra është një histori e cila përveç se njëherë duhet shkojmë urgjenci dosje në prokurorinë e posaçme, se ndoshta duke u kryqëzuar me përgjime apo me biseda të regjistruara, duke parë takimet e Emiliano Shullazit. Dëgjoj, duhet kemi parasysh që sfundmi në sektorin ku është Emiliano Shullazi ka shkuar një tjetër emër i njohur i botës krimit, Aldo Avdyli. Aldo Avdyli ka qenë për një kohë shumë të gjatë një ndër njerëzit armik i përbetuar Emiliano Shullazit. Çfarë i bëri këta dy njerëz bashkë në të njëjtin sektor? Dhe të dy deklaruan përpara autoriteteve që ne nuk kemi asnjë problem. Çfarë po ndodh aty brenda? Pra ka kaq shumë pikpyetje sa që unë nuk do të guxoja të thoja që është ky grup apo është ai grup. Bëhet fjalë për një sër problematikash dhe një sër përplasje shumë të forta që ka Emiliano Shullazi. Dgjoj, unë nuk e di çfarë do thotë drejtësia shqiptare, ama një gjë e di me siguri se i kam nxjerr vetë pamjet filmike dhe i kam publikuar në emisionin tim. Enver Stafuka është rrëfyer përpara se të zhduket. Është rrëfyer dhe ma ka pohuar vetë i vllai ndër të tjera në intervistë. Është rrëfyer nën kërcënim dhe dhunë përpara se të zhdukej pa gjumë dhe unë besoj që ai nuk jeton më, nuk e di çfarë ka ndodhur me trupin e tij, por ai nuk jeton më. Çka do thotë që Emiliano Shullazi edhe për shkak të informacionit që kishte, edhe për shkak të asaj kasete që diku e zotron, është parë gjithmonë si një person potencialisht shumë i rrezikshëm nga kundërshtarët. Kështu që është përpara prokurorisë janë shumë grupe që do duhet kalojnë në sit edhe për të parë cili realisht ka patur interes dhe pse pikërisht tani. Se Gilman Dodani kishte një vit që ishte i lirë. Pse pikërisht tani? Tani, doktor Berisha që thot vazhdimisht edhe gjëra të ndryshme nga të tjerët, thot që ka thot dhe një pjesë tjetër, që ngjarja u patronua nga shteti, thot, për llogarit bandave më të afërta me qeverinë. Në më thënë ka ndryshë shteti kështu thot, në këtë rastin e këtë vrasje të gjitha. Doktori e ka intrigën tjeta. Mund të ka ndryshë shteti? Tani unë s'dua të hyj fare intrigës, po ka dy momente. Drita të fikura gjithë ditën dhe fakti që nuk ishte patrullë policie në rreth rrotullimin më të rëndësishëm në vend. Po drita të fikë dhe i që paguon. Po tani duhet ta fiki elektricisti mendoj. Ka që në remont është në një stacion në të vjetë ditë. Pikërisht pra. Dhe nuk ka një patrullë policie, janë momente që do të struktura. Ta linin niklën pa drita ato pëstaj? Po drita qa lidheshin me mesin? Kamerat e sigurisë. Me kamerat, sepse pjesa tjetër ka qenë tërësisht e pambuluar. Se nuk ka shumë kamera sigurie. Unë shikoj vetëm dhe një moment tjetër si e kam lexuar unë. Ne shikoj këtë edhe si një ngjarje me mesazh. E dini ku është djegur makina? Në fshatin ku ka lindur Emiliano Shullazi. Pra në fshatin ku ka lindur Emiliano Shullazi është djegur autonomik. Në Halile është djegur. Po pra, në Halile është anës rrugës, po. para se të futesh te kodrat. Nga aty ka lindur pra. Se mund të digje edhe në Bupç. Domethënë mund të digje edhe në Bupç Ferdinand, mund të digje edhe në Zez, mund të digje edhe në nuk e di domethënë. Ato digjet në vendin ku ata ndihen më të sigurt. Po, dhe është djegur në vendin ku ka lindur Emiliano Shullazi. Ndaj unë shikoj, po unë kështu e lexoj. Nuk besoj se ka lidhje. Lër të gaboj, kështu e lexoj dhe kam. Po edhe një herë makina digjet në vendin ku ti ndihesh më i sigurt. Po, dhe atje ishte e sigurt. Po sigurisht ose grupet e fushkruajës e kanë bërë. Më është bërë universitet fushkruaja, i vrasë me pagesë. E kemi universitet. Në vendin, në fshatin ku ka lindur Emiliano Shullazi, dhe unë ndaj e shikoj këtë si një çështje mesazhi dhe ndaj mendoj që qelsi kësaj historie është vetë Emiliano Shullazi, që nëse do të zbardhet kjo gjë, unë mendoj që ai mund të flasë dhe ai ka informacion të saktë për personat, sepse vetë ai, përmes besuarve të tij, e ka informuar Gilman Dodanin për rrezikun që i ka nosej. Është zyra e kontrollit të pasurive të huaja, pranë departamentit të Thesarit, të shtetit, në bashkëpunim me një zyrë ekuivalente në Meksik, i kanë bërë veprimet. Në Meksik ishin rreth 10 kazino me emra të ndryshme që ishin në pronësi të këtij, të cilat janë bllokuar. Janë bllokuar të gjitha pasuritë që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmendet edhe një shoqëri Entretenimento, duhet jetë italisht, Palermo SA, që është dhe e regjistruar në Shqipëri. Dhe kjo është në listë si një
shoqërisë i përket këtij. Për të sekuestruar. Për të ngrin asetet. për të Po, ngrin asetet. Nuk mund bëj asnjë transakcion. Qartë. për të sankcionuar sipas atyre ligjeve. Ajo që më troqi mua më shumë, që edhe shkruajta, ishte mesazhi i Shtetit Bashkuar për ata që suportojnë kartelet, është i qartë. Do t'ju konsiderojmë për ata që i suportojnë. Këto ishin, nuk ka ndonjë gjë tjetër, pak a shumë këtë thot ai njoftimi. Bregu Zhabina, në një moment për të shtuar? Po, mua nuk më se dia që edhe në Sinaloa luhet kumar, me thonë drejtën atje vetëm vritën njerëzit, luajnë kumar, se dia që u luajt kap edhe në Sinaloa. Bastet këtu për shumë. Sa për kazinove janë të vendosura edhe në zonat tjera të Meksikës. Kumari luhet besohet se kjo organizat vepron me pëlqimin e kartelit Sinaloa, tekstualisht. Por gjithsesi besohet, thotë dhe... Po, pse edhe këta nuk e kanë të qartë dhe kanë sankcionuar. Për të sankcionuar e kanë sankcionuar, sepse ata kanë provuar që pastrohen parat. Ata sankcionuan E edhe... drogës në këto aktivitetet e këtij. Këtë e thonë tekstualisht që në aktivitetet e tij pastrohen parat e drogës. Por me që nisi se ajo ti the që ishte lapsus, se boni edhe doktori Vidi. Boni edhe doktori super lapsus edhe ja bidi gjithë në për media, po kjo nga të Saljanin, 1900, po, 1922. Do më thënë, ajo që shoh unë për deri sa nuk ka aktivitet, se ky është një lajm pak i orëve të fundit dhe s'kemi në informacion, po për deri sa s'ka aktivitet me Shqipërinë, nuk është një çështje që lidhet me... Ka një lloj aktiviteti, është kompania që përmendi... Ka një kompani. Jo atë që dimë, atë që ta marrin të mirë qenë atë që i tha... Pra, pa jo duhet të pas vitit të mua më shpjeguan që me letra ai nuk ka asnjë përqind edhe të kësaj. Po dhe ka marrë masa më. Ka pasur vetëm 1% të kësaj kazinoje në Shqipëri, kjo firma që përmendi Ferdinandi, dhe ka shitur në vitin 2022. Dhe tani sigurisht që kompania mund të rezultojë bllokuar, por nuk mund të ketë asnjë lloj efekti kam përshtypjen. Kjo është pothuajse si edhe Xhonalide që kishte vrarë ja 15 veta, po problemi shqiptar thot jam ai, po asnjë s'kishte lidhje fare me Shqipërinë. Unë hapa vendimin e Departamentit Thesarit dhe thot janë sankcionuar 27 individ dhe entitete, 4 prej të cilëve janë vëllezër, Arben Hysa, Ramis Hysa, Fatos Hysa dhe Fabiol Hysa, si dhe vajza e Ramis, por ka mbiemër të ndryshuar, dhe thot që luftari sipas të gjitha të dhënave të bëra publike dhe në media në atjer, jeton mes Meksikës dhe Kanadas, shihet si një ndër anëtarët kryesor të familjes Hysa dhe ka dhënë intervista, si shkruajnë mediat, përfshirë edhe më pas është zbardhur thuajse në pjesën më të madhe, për bizneset e familjes në Meksik dhe në Europë. Si pas të dhënave rezulton që luftar Hysa, Fatos Hysa, Arben dhe Fabiol Hysa kanë bashkëpunuar ngushtë me një shtetas amerikan për pastrimin e parave, përfshirë transportin e sasive të mëdha të parave nga Meksika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kompania e shtetasit amerikan është përdorur për pastrimin e parave, sikurse rezulton nga ky vendim i Departamentit të Thesarit. Gjithashtu, luftar dhe Arben Hysa, sipas të dhënave të marra nga autoritetet meksikane dhe amerikane,